2026. Plazhet publike të menaxhuara nga Bashkia Lezhë do të kenë cilësi dhe kushte më të mira gjatë këtij sezoni turistik. Konfirmimi ka ardhur nga kryetari i Bashkisë Pierin Dreu gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ku miratuan stacionet e plazhit dhe tarifat për ofrimin e shërbimit. Në bazë të këtij çmimi do të operojnë edhe strukturat hoteliere si një mënyrë për të shmangur abuzimet që kanë ndodhur gjatë viteve të shkuara. Kemi dy profile sjellje. E para është miratimi që bëhet për strukturat hoteliere me koeficientin 1 dhomë 2 shezllore që vazhdon të jetë. Shumë nga strukturat hoteliere kanë marrë kontrata 5 vjeçare vjet. Zhbën kontratat 5 vjeçare që kanë qenë pas struktura hoteliere, pra vinë në nivelin 0, çfarë do të thotë që shtohet mundësia disa hotelerive për akomodim, po shtohet edhe mundësia e hapësirave të lira, qoftë me 0 pagesë, qoftë me menaxhimin e Lezhë Invest. Vjet kemi dalë me fitim, nuk është me humbje, pra ka dalë me fitim, si vjet mendoj se duhet të vazhdojmë. Ajo që na ka shqetësuar vjet është kjo që strukturat hoteliere duke marrë stacionet e plazhit me aplikim në Agjencinë e Bregdetit dhe me konfirmim nga ana jon kanë shit shezllone. Destinacioni i marrjes së këtyne shezllona është për shërbimet e brendshme që kanë lidhje me klientelën e vet hotelit, nuk kanë lidhje fare me shitjen. Në kohën kur ndodh që një hoteleri nuk e ka kapacitetet e mbushura të dhomës, hotelerit i kanë shitë si mas shefit vet. Deri të veçur çmimin deri 20, 15, 10, në kundra kohë me tavanin e çmimit që ne kemi vendos ne si bashki. Ata hynë në kontroll të bashkisë ku secili klient do të kontrollohet nëse ka faturë fiskale apo nuk ka për pagesën që ka bën. Edhe hotelerit do të vend tabelat me çmimet për kasa aty. Në qoftë se rastin që shit shezoni do ketë tabelë. Kështu çmime që shpiken nga menja e kërkujt nuk do ketë më. Krahas plazheve të menaxhuara nga Bashkia dhe strukturat hoteliere përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit dhe Tales, 30% e hapësirës do të jetë pa pagesë, duke u dhënë mundësi dhe alternativa qytetarëve të cilët mund të mos kenë mundësinë financiare.